Shikues të nderuar, kemi ardhur krejt rastisht te një mik i imi dhe mik i emisionit tim, Koqia Show, me neve sonte është, po besoj të gjithë ju që jeni në TikTok, kur i themi presidenti apo mbreti i TikTokut, e dini për kë është fjala, është Kozak Braçi Kozi. Faleminderit shumë që Respekte. Na ke prit mirë burr, faleminderit shumë. Je pa blok ju kena vëllezërit tonë si mos më ju prit vëlla. Po spritem ju ko kena. Çfarë shumë komo ngor po kauçum çe. Çka ke bë? Mirë, faleminderit. Si kalove? Ke një emision shumë mega lux, shumë ndjekur. Çka mega lux e furto, faleminderit. Ke një emision shumë të bukur ti kam ndjek. Jo të gjitha, po shumicën, 70% që ti kam pa të gjitha. Faleminderit shumë unë të shoh. Dhe bravo për punën që bën. Po ashtu, faleminderit shumë. Je mega lux. Faleminderit. Na kena një ujë Sibora sponsor. Sibora. Është çfarë ujë është ky? Është ujë plazhit. Ujë plazhit. Ujë plazhit nga Golemi solli muharri. Kot me të pyesa lek bën një bidon ujë si ky Sibora. Një bidon ujë të bën dikon tek 50 lek të vjetra. 50 lek. 30 cent. 30 cent, 40 cent. Mirë që ka, super ujë. Respekt e ujë Sibora. Faleminderit që na pritën në këtë mini studio. Respekt e ba. Kozak, kisha pas dëshirë mos me shohte i fund të intervistës se ky kamermoni jam ka vendosur për ta gjujt do gifta. Ja, nuk është se jena tip që shajmë njerëz për shembull kot pa lidhje. Po në TikTok aty? Në TikTok për shembull dhe mua kush normal mua ti më duket vetja, a kupton, sikur je edhe vetëm, nga që edhe kur të shajnë edhe ty normal që çdo kush, çdo njeri mund të mërzitet me të ofendu, për shembull familjen, fëmijën, gruan, nonën. A kupton? Hajt mëse unë e kam marrë parasysh që edhe mund të më shajnë, po prekin dhe mu të fëmija, të gruja, të nona. Edhe normal që edhe unë mund të reagoj se tani çdo njeri nxehet. Ne jena shqiptar. Shqiptari është gjak nxehtë tash, çfarë më bë? Për shembull, dimri është për neve, burr. Dimri është për neve. Po kështu ishe shok, apo kupton, nuk po shohë sikur në TikTok e kështu ishe. Po jo, më vaj. Aty në TikTok është një platformë, edhe ti po të hysh live, po të rish live, po të merresh me TikTok, ta garantoj që ke mu shoh me njerëz. Edhe ti ke mu shoh me njerëz. Kushdo qofsh edhe sa do burri mirë ti jesh. Po për ti është më e rëndë me radhë qeveria këtu në Shqipëri a interneti? Për mua më radhë. Qeveria nuk duhet bjeri këtu, se unë më pëlqej kjo qeveria që është dhe edhe me këtë qeveria. Po, interneti më radhë? Le të kish ra. Po interneti është do më thonë për ty se ti fiton porën TikTok apo burr. Do kishim gjetë një që e ka riskun edhe po se pati të. E çka se për shembull kam dëgju kështu të thonë fiton shumë njerë në TikTok, është e vërtetë? Shtash kara puna, karaj. Kara. Fiton shumë njerë në me Kozak. Dikur kena pas fitu, po tani kara, tani s'fitojmë shumë. Pa fiton se bën shumë reklamë aty burr. Ti për shembull toner ka kishë. Jo, kam ra tani. Dikur kam qenë shumë i fuqishëm, po tani kam ra. S'kam. S'po guxoni me kallëzon. Ja, s'kam problem. E giftat ka e marr më shumë? Giftat i marr vetëm nga Europa, edhe nga shqiptarët, nga miqtë e mi që më quajnë. A ka ndodhur për shembull ndonjë shqiptar në herë kur do më gjujt gifta, s'ka porë, burr më thon hajde merrna ju. Jo, unë jam një person që kush edhe biles me që ma dhe këtë mundësi me të kthy këtë lloj përgjigje, unë jam një person që kur nuk kam dash me më gjujt gifte një person që punon punë krau dhe me më gjujt më gifte. Harami tiket ato që më gjuhë mu. Mu du të më gjujnë vetëm big bossa, vetëm njerëz që kanë lek, njerëz i kanë lek atë thjesht numër. Nuk du të më gjujnë një që punon, merr 500 euro atë vit më gjujnë mu se kam lojën. Unë atë muhabet kam, çdo 5 minuta loj kam. Edhe unë du të më gjujnë vetëm njerëz që janë kategori që kanë lek pa fund. Kurse ta që s'kanë, s'ma mena se më gjujnë. E çfarë po flitet na për TikTok që kemi bë bab për herë dytë, është vërtet? Po, është vërtet, jam të bë bab për herë dytë, jam të prit çunin tjetër. Çun po. Faleminderit. E kam ditë për gocë. Thënë vërtetën e patën pa neko dhe patën thënë gocë, se ishte edhe e vogël, a kupton? I vogël. Edhe e dinin për gocë, po e nia vet, nuk e di, kam një parandjenjë shumë të madhe në veten time, edhe e dija që ishte çun. Edhe unë nuk parashkoj me i pa këto ekot, me shku në për me pa, me bon në për këto mamia, që qunë këto. Edhe nuk jam tip që shkoj, si më pëlqen vetëm dukur të lindi, kam bezdit që ta shoh kështu. Edhe a ditë vendosa me shku. Edhe kur shkova atje i thash saj që shikon, i thash shife jo qa është çun apo gos, se këto e kishin pa për gos, më tha çun, dhe normal që gësova shumë.
Po edhe gocat. Çka më pëlqen ti kozak shumë është që nonën po dësh e fort, sigurisht. Nonën e du shumë sepse nona ime ndodhe mua ajo shumë edhe normal që e du shumë. Unë njerëzit që më dun, tani nuk kanë nënë që se do fëmin, po e du nonën se e kam pikë dobet. Edhe unë e kom pas, mu ka ndrojë. E du dhe babin, jo veç nonën, po më shumë du nonën. Po dhe më shumë du nonën. Minja zakonisht më shumë e plot me nonën. Më shumë e du nonën, po edhe babën e du shumë. Po bashkërt e jute, të më thonë, Denisa shumë, shkojmë shumë mirë. Raporti vjerë nusa është... Jo, unë kam edhe shtëpi tjetër, shqyqyr zotit kena punu. Shumë mirë kje, po. Shqyqyr zotit kena punu, i kena bë një 2 lek, një 2-3 gjona. E kam edhe shtëpi tjetër, po unë kur nuk në ndajmë nga familja ime. Për herë do rri me nonën. Bravo, po më pëlqen shumë. Babën me krejt njerëzit e shtëpisë time. Shtu i shumë ndjekur, dikon 500.000 followers, sa mbi 500.000 550.000, jo që 50.000. Mos bëjë 50.000. 50.000. Edhe po dëshin këtë strada burë, po e ka Ndojnë pa blok. Gjithandej na po. Ndojnë sepse jam çuni mirë, jam pozitiv. Nuk do thosh se je djali keq se shave i herë pa blok, se shave dikë dhe që ke i keq. Po edhe mua më kanë shah, edhe mua më kanë shah nëpër internet. Po kanë më shumë shok, për shembull Aleksin, se unë Aleksin shokë kena si jo. Aronin? Aronin shokë kena. Tjerë? Kusha. Kena më gjithë shokë kena. Shumicat e çunat Fabian, Babalen, Olsin. Ta jena në TikTok se tani s'kan ngel. Klevian? Klevian shokë kena. A gjuni gifta kështu në mes veti po? Unë nuk gjoj. Nuk kam qyt në jo gift. Vetëm lojë. S'kam bënë përshtypje diçka, dikon 100.000 ndjekë sa kanë kishte live apo. A ndjekin çfarë Dirama nuk e ndjekin konferencë? Jo, nuk kena 100.000, po kena një... Shu që më shojnë, që më hyëm shojnë live. Po në ta dërgoj 500.000, burë, që kanë hymë, në pritë se ta nëzirë foto. 500.000? 500.000, 1 minutë që ta gjej foto, no? A të ka lip në eri Dirama më lujt live TikTok, po më duket e kam byll, ja? A e kam byll TikTok-ën atë? Po, e Dirama e kam byll TikTok-ën, vla. TikTok nuk kanë Shqipëri, se jena net, mostra hapim VPN dhe hapim TikTok-ën është punë tjetër. E Dirama e kam byllë. Për shumë dhe te këj live i këtu e ke 270... Për kamera, po? 300.000 më kanë hymë, kanë pa vetëm live. Vesh live? Vesh live. Prej diasporës ma shumë kozak edhe këto? Prej diasporës, prej krejt venit. E ti sharoj me Hade shive pa këtu edhe jo që të nxjerrësh edhe këto. Ti sharoj me edhe do muhabete me që këto, burë kanë dalë shumë fjallë që unë e kom pa paka shumë, po Gjestin, pse e ke shoh Gjestin, çka? Gjestin nuk është se kam në një gjë me Gjestin, thënë të vërtetë nuk është se unë kam bërë diçka të mirë se kam shoh Gjestin. A kupton, po unë Gjestin për herë kur bite muhabeti Gjestit dhe thosha një fjalë për Gjestin. Kupton? Se thënë vërtetën e kam pas antipati, nuk më pëlqente për ato, ai është e drejta vetë, është jeta vetë, mund të bëj çfarë doj, por nuk më pëlqente për arsyet që bëte twerk te ai muhabeti një mashkull vetë bythën aty. Po the një mashkull në buzë. Normal është që unë mund ta shoh atë se çfarë bën, por nuk mund ta simpatizoj. A kupton që unë ta simpatizoj atë. Sepse ai nuk është njëri për ta simpatizuar, vëlla, dhe mua nuk më pëlqen. Po ai gjithsesi ka jetën e vet, vëlla, çdo kush. Po dikush për shembull kur e sheh këtë intervistë mund më thon për shqiptarët e Kosovës, mund më thon për shembull po Gjestit po atë ditë që e ke shoh i ka ndruar jetë vëllai. Po, atë ditë që i kanë ngushëllim me shumë familjes vetë, po unë nuk kam ditë gjë. Edhe mu më kanë ndruar jetë gjaja dhe kam hyrë live, më kanë shoh. Çfarë duhet më thënë kjo? Po kupton, kjo është, unë nuk e dija, isha live, po më shkruanin krejt çati emrin e atit. Gjesti dhe unë thash thjesht një fjalë që ashtu. Unë tash për pranon edhe po ndihesh keq. Jo, unë po them që thash vetëm një fjalë që ashtu aty, a kupton? Kaq, po çfarë do të thotë kjo se thash një fjalë? Unë nuk e di, unë nuk është se i shajta vllajin ose shajta në një atje që ka qenë tek xhenazja, bëna një gjë të keqe që thash mirë. Edhe në një farforme po unë nuk thash as që më është bërë qefi, as kështu, sa ashtu mund të thosh që je një njeri. Po ti edhe po shpreh keqallë, është ashtu gjë. Normal që shpreh për çdo lloj njeriu, për çdo lloj njeriu ngushëllim në familjes vet dhe shumë të qartë. Edhe për Ademia Shorin kanë thonë që e ke shoh sa është vërtet. Jo, po a duke budallon ti? Si më shoh Ademia Shorin, valla. Veç me qenë njeri çmen. Apo miku truni që të bëhen budallat, bëhen me të meta mendore dhe mund ta shaj. Po si është e vërtetë tani me këtë? Po valla, kam qenë ditë live. Njerëzit mua nga që jam shumë i famshëm, jam shumë njeri i suksesshëm. Kam i fam marramance. Jam njeriu më i ndjekur për 7 vjet, nuk jam si këta tjerët që kanë 40.000 veta live një muaj dhe mrapa arrin me 70 veta live.
kupton, unë jam gjatë gjithë kohës konstant, vlla. Edhe jetoj gjithë kohës isoj. Jo i herë fort, i herë cop. Edhe vlla mu, nga që nuk më kanë kap kur njerëzit gabim. Kupton, kur një person nuk është kap asnjëherë gabim, këta munohen që me ta ngjit diçka, me ta hudhi barr. Se po të shash Adem Jasharin mund të jesh njëri me të meta mendore, unë si kozak këtë mendim kam. A kupton se nuk është gjë normale. A kupton, nuk është. A ke qenë na me vizitu tek varrezat e? Jo, nuk kam qenë, po. A ke dëshirë? Kam shumë dëshirë që të jem. Me shku bashkë. Kam me shku. Edhe t'jap fjalën që kam me shku. Edhe puna Ademit me që ma përmene, se nuk ka kupton ai nuk bilesas nuk është për të përmend, për kështu muhabete se është edhe turp, ai është një hero që na ka nderuar gjithë shqiptarinë edhe nuk mund të ketë më burr me lind si ai, zbesoj se mund të ketë. Siç që kem mbrapa Xhesh Kaseti s'ka të bëjë është po jeti. Fix, i njëjtë. Është pasardhë si ti. I njëjtë siç është Gjergji është dhe Ademi. Po unë kam qenë ditë live duke pi alkool, kisha pi shumë dhe isha live dhe thash du të bëj një përshëndetje për gjithë shqiptarët e Kosovës, sepse janë njerëzit që më përkrajnë më me shumë me lek, më gjujnë shumë lek. Edhe nuk jam djalë që si mund të ofendohem diçka kur mu m'japin lek ata që jam, unë këtu ku jam tani jam fal atyne. Edhe tani si mund ta them unë atë gjë, kupton, nuk jam ajo lloj, si më thënë, ai lloj niveli. Edhe unë në pije e sipër vuna këngën e këtij të Ademit. Mora fjalë, po. E ne tani të komentet ishin 7.000 veta live më shkushin se ka Adem e ka Azem, unë i pim. Po të gjithë çati. Këta janë ata që komentuesat bëjnë, a kupton? Edhe ndërkohë ata bëjnë kështu, pastaj të bëjnë edhe kritika. E kupton çfarë do të them? Edhe ishte puna e emrit dhe unë po thoja, si e ka Adem, Azem, edhe thash, i soj është, se në Shqipëri është një shprehje, një mut është emri, ose një mut, ose një soj që gjasme për diçka arse, i mut është si kështu, si ashtu. Po jo se thashun për atë mut, se unë nuk jam budalla, unë thash, po më pijem shkau pa dashje, a kupton se live, thash, një mut është emri që si Adem, si Azem, a kupton? Po jo se është heroi tonë shqiptarëve, valla, është njeriu që unë kam për ta bë tatuazh u që kanë vetëm për këtë muhabet. Edhe po se bona mbrapa kësaj interviste, qa janë shqiptarë të Kosovës, ma eshin krejt follow-un edhe mos më ndjekin kur, as mos më shofin kur. Bravo. Unë nuk jam djalë që mund të jem negativ me bo këto lejgjonash, me sham Ademin, do t'jesh budalla. Nuk është, po njerëzit ma kanë gjitë, o vlla, e ke shak kot, për me më bë njëri të keq, për me më zjerë të keq, që mos të kem audiencë mos të fitoj lek, mos të jem unë ai personi që më duan më shumë njerëzit. Mu më do të në Kosova, edhe i du të në shqiptarët e Kosovës. Nuk ka shqiptarët e Kosovës që nuk më do mua, vlla, se unë bëj gallata, unë bëj gjona show, do thush si shanë e herë, në marrë që shanë... E ke posa do intervista që i marrë Po. Me ko ka qenë intervista ma e mirë kërë i përfazonë? Me këtë intervista ma e mirë që më pëlqej me shqiptarët e Kosovës është që është lot, flasim apo serioze. Intervistën më të forte kam me Granit Xhakën, që kam thyer rekorde botërore, po intervistë loti që është shaka është me këtë Sametin. Është një çunë në Kosovë. Po, Sameti, po, për një Samet Vega. Me atë kam intervistën. Po, çka flitet atë? Te kjo intervistën vërtetën ma kanë kërkuar ca njerëz që shumë fuqishëm, nga që qeshnin shumë kur bëja live me atë, edhe ata ma kërkonin për natë këtë intervistë, më thoshin fut atë. Dashje shumë serias pyeti kur e bësh. Bëja edhe mund të kem bë një muj rrjesh intervistë për natë. E çka më kishe pyet sonte mua për shembull, nëse ma kishe bënë intervistë? Ty të kisha pyet për shembull ç'a tipi duket Kozaku, një pyetje thjesht. Thash edhe më herët, shumë djalosh, shumë i hapur. Ç'a mendimi kishe për mua përpara se ti të më takoje mua? Me thonë drejtën, unë pak a shumë nuk i paragjikoj njerëz se edhe vetë shoh që jo me atë. Edhe unë dalloj pak prej ekranit. Domethënë është në ekran mund me dol më i vrasht e kështu se e bën puna, nga që normal. Mirë, po kështu jam pak më i qetë. Edhe te ti po e njëjta gjë mund të bëj më shumë se te unë. Domethënë krejt ndryshe prej asaj që e shumë. Po. Më i qetë, më jo tupi, jo normal. Po ç'a ty vlla është vetëm po ty ish vet live e kupton. Aty vlla kanë shajt ke njerëz me mjekër edhe hyn tu shajt aty. A kupton se
kap fazë. Po, kom po që të bojnë aty ofendime të rënda. Edhe mu më shajnë vajë, më shajnë fëmijë, më shajnë familje. Normal që edhe unë mërzitëm, se edhe unë robi jam, edhe unë punoj me gjatë. Pastaj mbi të gjitha jam shqiptar. Nuk është se jam unë. Po me këta reperat me kënë kimi mas miri? Me reperat, me krejt mira kam për zotin. Nuk është se me keq me në një vartë, kam edhe në një që kam antipati, shumë njerëz edhe. Po zakonisht I shpreh këto mendimet, kur dikush më pëlqen. Me këta stresë me këta I ki shok? Po, më bërë krejt shok. Po, e me trital që të vendosen atë, që të kallën Mercedesin atë, që ka më? Ma kanë kallë Mercedesin, pa blok, po kena ble Mercedes më të mirë. Kush? A e ke ditë kush? E kam ditë kush, po. Kam arruaj mua bet, e kena lanë. Me 6 kila rusha. E kemi lanë atë mua bet. Po... është e vërtit që të ka vendosë atë trital? Kanë vendosë 3 herë trital. Edhe ke shpëtu? Po s'ma kanë bërë mu... Ti të ki fatë mira, o klej burë? Po ja, shetë. A ti që të pas minu këtë kodrën e sërë kanë mytë? Na kanë minu, pa blok, po nëse vrasin trunin, në vla. E në tipa që thëna push ka toft të boftë, vla. Ja kam fjallën aspektit e mirë fjallës, për Fatmine se këta minerë kesh kuptojnë shqiptarë të gjitha ta që shojnë intervjisën, e kam fjallën se Fatmine Hauklejnë edhe këta të hujtë e kanë qujtë Robin Hood I shqiptarë. Po jo, mëse sem Robin Hood, se s'kam kjo ka të lëgëri, në ena quna kështu. Jo mërë që ke shpëtu, nga që ke shpëtu. Pas s'ma kanë vanë, mu bablo kanë dash vesh me më traj më burë, ja me mbra, se të dishën me mbra, më këshin mbra me ko. Edhe, atëra më navisht I kanë shtu foncat në TikTok. Vesh mi kanë shtu foncat, pasha zotin, asë I gjesë më kanë bërë. Për shembull gjithë ata që shohin TikTok-in tanë edhe vjevsat mujnë me thonë për shembull, a ka më shumë vjevs në TikTok Kozaku apo Borxhe? Borxhe a ki kështu? Borxhe jo bablok. Hiç. Po edhe pastaj edhe sikur të kesh Borxhe ka edhe Amerika, jo. Po nuk kam Borxhe bablok, më kanë shumë Borxhe. Si fillon për shembull një ditë e Kozakut? Një ditë e imja fillon se në vërtetë nuk është se kam në një rutinë, jam I paparashikueshëm. Sot tu nesër atje, a? Sot tu nesër atje, në darkët tu, jam I kumë po që I thënë do pjota, pse ashtu ka dhejtë për ne? Një fej, sepse më pëlqenë shumë këto buzuqet greke, dhe atje I thujmë pjatat, edhe mu më pëlqenë që bëj shu qefe, Megallux. Edhe që kjo Megallux, ku e ke marrë burë, shumë e fund? Megallux është shpreja ime, ka qenë fillim. Se doja me bo, dikur s'kam pas lek. Edhe kur ika me një vend, thosha, I kisha të për herë të vendet më të shtrenjta, edhe pse s'kisha lek. Mund të kisha 500 euro në xhep, merja llomën e hotelit 400 euro. Kupton? Edhe bëja lux. Edhe thosha Megallux. Edhe tava. Edhe ma boni zoti marr, për zotin shqyr tani është gjunaf me ushqajt vlla. Se fitojmë shumë lek, falë shqiptarëve, falë njerëzve që na ndjekin. Është vërtet. Mu lekët mi gjujnë njerëzit vlla. A kupton që mi gjujnë bosa, mi gjujnë shok, mi gjujnë miq. Edhe falë aty ne jam këtu ku jam. Nuk ja hulli kur poshtë. Prandaj unë çfarë do të bëj vlla, mos më lejnë njerëzit se unë për shembull edhe një gabim që mund ta bëj e din që unë e kam bërë pa dashje. Pastaj gabim e bën çdo kush vlla. Nuk ka njerin këtë botë që nuk ka bë. Gabim kena bë krejt. Pejgamberat kanë gabu. Gabime kena bë krejt vlla. Edhe çdo lloj njeriu gabon. Është vërtet. Tashi nuk jena perfekt, unë s'kam thënë që jam në një njeri, kështu që. Po me besim, ke thonë që je musliman ajo? Po vlla, jam musliman, I respektoj edhe unë jam Bektashi, vërtet. Bektashi. Tarikatit, çfarë tarikat? Vlla, nuk marr vesh shumë nga këtë gjëna me trajt. Diça. E pse shpesh herë thu për shembull. Po vlla, kam respekt për çdo. Tani, okay. Unë kam respekt për çdo lloj feje që ekziston. Absolutisht më burrë veç nuk merrem me tema fesh. Kur nuk merrem me tema fesh. Nuk më pëlqen ty këto tema sepse nuk më takon. Edhe nuk jam unë për me fol për këtë lloj teme. Ato janë i takon tjera njerëzve. Janë pak më trona. Janë më trona. Po atë ka shku menja domethënë me bon ai videoklip apo ai bashkëpunim me dikan po në fund. Kong, themi të vërtetën, unë jam tip që merrem shumë me live-et edhe këto kohë kam menu që do hap një podcast timin. Edhe më shumë pëlqen mu njerëzit më duan për showman, më duan për gazetar, më duan për me bë pyetje, më duan me bë show, më duan me bë gallata. Unë nuk më duan njerëzit mu për me bë muzikë. Unë edhe këtë muzikën që e kam bë për shef biles me 2 këngë kam bë koncerte, edhe shumë në Kosovë. Shumë kanë për krah. Shqiptarët e Kosovës shumë kanë për krah. Këtu kanë bërë herë koncert, kurse në Kosovë kanë bërë 5-6 herë. Dhe unë I du shumë shqiptarët e Kosovës, nuk e them as me ulëpi, as me bë që gjasme, si me I thënë, si që kena ne I shprej me mulu mutin me shurë,
po e them me pasërti edhe me krejt zemër që shqiptarët e Kosovës i du shumë dhe i respektoj shumë dhe më dun pa fund, e di që më dun. Pastaj se mund të shash një individ nga Kosova, nuk do të thotë që unë kam probleme ose që nuk më do mu Kosova se shava njërin, o vlla. Sa vetëm kanë shah mu nga Kosova, edhe mu ma kanë shah fëmijën e familjen shumë njerëz të Kosovës. Po çfarë do të thotë nëse më ka shah mu gjithë Kosova? Po jo vllai, në Kosovë ka edhe njerëz të mirë, ka edhe njerëz këqij. Edhe këtu ka edhe njerëz të mirë edhe njerëz këqij. E podcastit çish ke vendosur me Alon Amrën? Kujt? Podcast. Podcastit, ja do ta marr ty një mendim që ke gjithë këto vite. Punë për mua për shembull, me Alon. Si? Punë për mua. Jo, show Kozak. Ha? Show me Kozakun. Se show. Po unë jam për show. E ke Këshia show, ha? Emisionin Këshia. Show me Kozakun. Ha? Show me Kozakun. Emri bukur. Punë për mua. Punë për mua. A dhe se ti edhe me thonë... Sa vite ke ti që merresh me këtë punë? Unë kam dikon 10 vjet. 10 vjet. Mbi 10 vjet, po tham 10 vjet, po jam pak... A e lodh me këtë punë? Shumë. Shumë. Po në aspektin e mirë fjalës, se kështu s'lodh nakur, po... Shumë e lodh. Po gjomo... Kur mendon që do ta lesh këtë gjë? Ha? Kur mendon që... Në but tjetër, kur dal bu, këto ju... Këtu sa jemi ju. Okej. Ej, tash ta edhe pak edhe po menojmë se është ura dikon afër 12, edhe po menojmë me ik, apo na kallzon rrugën. Unë po të falenderoj shumë që ke gjetë kohën. Por. Ha? Faleminderit shumë për intervistën, për gjitha. Zoti, respekte. Edhe një përshëndetje nëse do m'jallon gjithë Kosovës. Ç'm the vlla? Një përshëndetje thash m'jallon gjithë atyre që e shohin këtë intervistë. Me Galluksa ju rujt Zoti, edhe nuk e di çfarë t'ju them, ju du pa fund krejtë. Jeni me Galluks. Apo më përcjell me Gallux? Po vlla. Hajde. Në më thonë që ne është, qëto e kemë vetë makinën, a veturën, a qysh? Po. A i thoni makinë, jo a vetura, qysh? Makinë. Makinë. Kerr, bablo, kerr. Makinë, hajde. Qëto e? Qëto dikon, a? Në me tash të Halloween-i ofër. A, ki frikë nga fantazmat që të anë? Sinqerisht e kam. Nga fantazmat kam frikë, me thënë vërtet. Për Zotin, po. Me qëfar veturë jete, me qëta? Ja, me qëtë makinën e zesë. Qënë jam qëto, apo kalzojnë? Po, ta kalzojnë rrugë. Po, për me e ki, më zbraj gonë. Po, Hej, të rizot. falim më shumë, ha? Edhe për intervjizën e për gjitha. Ciao. Respekt, maj furti, ja që me qëto jam unë. Okej, të rizot. Hajt, Hajt, se shif në rrugë. Hajt, vi për masën, po. Hej, djem. Unë se po na përcjell ky tash në kërë, se këtu s'mujna me kop na hej. Se ku ka logja ati. Jo, dhe s'ka shansë. Apo nini? Kur del ma që ati që... Hec, Kozak! Hec! Hec! Ja, nuk bën këtu, hej, se është logja vetë, hej. Ja, s'bën. Bëna në bëna i sa. Ja. E se tash. Që? Ma që atje njerë këtu zbanë. Hec burë! Mos falni i rrini vigilant, jo në kur t'ju tha me kap, juve që kapni. Edhe e mormi. Bese ju zë që atje për mas, të treve. Mos harroni me kap, ha? Këtë në të shona për. Ska ty. Si të të në sendë në Në marrë. Po? A bablok, keme ikë aty drejt në fund, edhe kthehesh direkt Majtas. Faleminderit shumë se ka edhe qil, ka krejt. Vesh drejt direkt për Kosovë, bablok. Faleminderit shumë, ha. Respekt shumë, hajde, kalo mirë. Hajde tonë, ha. Ciao. Sukses, hajde notën e mirë, faleminderit shumë. Shu se mirë.
është me tillë? A për qoj? Ha, se ditë ke me shoki, po? Qëta është me shoki? Rep të metra ka me nëzër në akaunto. Në akaunt ka me nëzër për ty shlasit. Ka me nëzër në akaunt për ty shlasit, ka me nëzër në akaunto. Edhe një ka me rëm shtije. I të dite. A shonë, ose ti që me shoki? Gjesti qëto, gjesti qëto! A shonë! Në akaunt ka me nëzër kojnë, rep të metra. Por që të komolën e to? Ja, heq. Esh, po që të komolën këto? Të folje, po të thamë? Qa fame se për aqë shie, jep më në pjë për. Po, po, ti ti që me shohë gjesët. O ka me ta si familje ka me zërë. Në akaunt ka me nëzërë. Në akaunt ka me nëzërë. Ka me ta si familje. Dit ka me shohë, ja. O ka dri, ka me ta si familje në pjë. O ka me ta si familje në Qa kërë ti pisi? O ka me ta si familje në ta dri. Po s'ke me shpëtu, Ja, se ka me ti ti që me shohë shqita në ropë të gjesët. O ti shqita ti shkardhejsh. O, ti ka me ti shqita në ropë. O, kap në gjem! Kap në gjem se rejtë qem! O ka me ta si familje. O, ta qi... O, ljopën e lu. Ka me ti si të O, rëtë. kap një kom! O ka ta si O, në familje. drejtë, ta qi... Kap një kom të më Shira një... jep në O, ka me jam shef të Ka shpenjo! me ta si me ka me zërë në akaunt dhe si sa jop. Ka me jam O shef ta të si shpenjo! sa familje në akaunt ka me... O ka me si jop në O, pjë. ljop, ka me jam shef të shto koli! Me galu Ka që me e fshet, okej bre. Okej, se do të kisha vra dhe mint. Po ka e kështë... Ku më të lonë, pur, ku më të lonë? A petë për sjellë... Ka me jam shef të? Po me galu që jam të kështë një o burë. Po gjushe me shkallë me për të sa ka të është e burë.